يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 23 me radhë që flasmi poshtë rreth këtij titulli jetës në varr. Dhe herën e kaluar folëm pak për fëmijët e muslimanëve. Kur vdesin fëmijët e muslimanëve, na halajem nën titullin se si shenja të mira, që mos më mërzit, me pas një shpresë. Edhe këto është prej shenjave të mira, për në ahiret po flas, është nëse në njonit prej neve i kanë shku në i fëmijë vogël. Mërzia është, po shpërblim të veçantë e përmendëm herën e kaluar, shpërblim të veçantë konona. Shpërblim të veçantë kanë prindërit, dët edhe babai, kur thet adin elhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, që përmendëm herën e kaluar. Ta Allahu time dhe të kaj do të kthehemi, qysh ju ndërtojke një shtëpi në xhennet, edhe prindit, e ju ndërtojke me titullin shtëpia e hamdit, e falenderimit. Për fëmijë, ndërsa tregotëm se me konsenzus të dietarëve islam, si që përmendin e Veviju, Kurtubiju, dhe u kuptej këtë fjallë Imam Ahmedit para këtë tyne, se vërtet, ai fëmiju i muslimonit, kur të vdes, shkon në xhenet. Dhe një herit, e përmendëm, unë e kam vish para, se me hinë në temën tash. E përmendëm pak që herën e kaluar, bëhet kujdestar i fëmijëve, kujdestar i fëmijëve të muslimanëve kena babojnë e pejgamberve, Ibrahimin a.s. Por, tash këtu po ja bi edhe një verset tjetër, një transmetim tjetër, që nuk është i vetmi baboj pejgamberve, Ibrahimi a.s. nuk është i vetmi ai që është kujdestar i fëmijëve të muslimanëve në xhennet, por është edhe dikush tjetër. Kush? Është bashkëshortja e Ibrahimit, Sara, bashkëshortja e Ibrahimit, edhe ajo është bashkë me burrin e vet, Ibrahimin a.s. Ata të dy edhe kujdesen në xhennet për fëmijët e muslimanëve. Deri kur, nëse ka vdek tash në i fëmijë muslimanit, që është nën moshën madhore. S'përmendet 5 që 7 që 8 që, por mosha madhore është. Nën moshën madhore. Nëse s'ka hinë moshën madhore deri në moshën 9 vjeçare, 10 vjeçare, 11 vjeçare, 12 vjeçare, se pak më varet të vendit në vend. Po ndoshta në vendet tona sillet ka 12-13 që ato për me hinë moshën madhore. Po shka të vdes nën moshën madhore, jo keni parasysh ka mosha madhore që mos me fol këtu, shka të vdesin nën moshën madhore janë xhenet. Dhe kujdestar ka Ibrahimi a.s. që kujdeset për ta. Por edhe dikush tjetër bashkëshortja. E që Sara kjo ka në histori kur të lexoni. Nëse na herë lexoni në histori, sigurisht që ju lexoni, se kush është një grua më e bukur në tokë që ka qenë, më e pashmja. Përgjigjen që më gjet është Sara. Edhe është grup pejgamberi, grua Ibrahimit. Ibrahimi babai pejgamberve. Dhe Sara kjo bashkë me burrin e vet kujdesen për fëmijët. Deri kur? Deri të ndodh kiameti. E kur të ndodh kiameti, ata ju thojnë fëmijëve, hajde tash ti, shkoni atje bashkan gjithë me trupat e ju edhe me prindërit tuaj. Argument që shtova këto edhe Sarën, është hadithi që e ka sjellë në Abi Dunya, edhe Imam Hakimi, edhe Abu Nuaimi. Dhe këtë hadith në Sahihul Jami', Sheikhul Albani në hadith ka thonë është autentik. Është sahih, është i vërtetë. Cili? Hadithi që tha pejgamberi sa atfalul mu'minina fi jabalin fil janna. Se fëmijët e muslimanëve kur të vdesin, do të janë, e kem për qëllim para se me ndodh kiameti,
kena për qëllim shpirtrat e tyre, që mos me përsëri shumë herë, se me trup e me shpirt hen pas kiametit. A para kiametit hin shpirti. Këtë tha pejgamberi, fëmijët e muslimanëve kur të vdesin janë në një bjerë, në një kodër të madhe në xhennet. Sa të yakfuluhum Ibrahimu wa Sara. Ata kujdeset për ta Ibrahimi a.s. edhe Sara, bashkëshortja e Ibrahimit. Hatta yarudduhum ila abaihim yawm al-qiyamah. Deri në ditën e kiametit, kur të ndodh kiameti, atëherë ata ja u kthejnë shpirtrat trupave të tyre. I thonë shkoni tash te baballorët tuaj. Pra kjo e mira që i jepet fëmijëve. Pra e mira e fëmijëve, njëherë muslimanëve në xhennet s'po diskutoj ka. Edhe kjo në xhennet, edhe para kiametit, edhe pas kiametit, të dyat që mos më ngatrojnë kush. Edhe para kiametit, edhe pas kiametit janë në xhennet. Para kiametit janë me shpirtat e tyre në xhennet, e pas kiametit me trup e me shpirt, fëmijët e muslimanëve janë në xhennet. E qartë që sa shpërblen për fëmijët, për prindërit gjithë ato të mira që kanë, për nonën që shu përmend hadithi, kush i vdesin 3-2 sene, për babën nëse ban është i durueshëm ba adorim, shu përmend rastet që kena pas përmend herën tjetër. Po atje në xhennet kujdesen për ta. A i keni vrejt, për shembull na për qerrët e sudit, qerrë, i thonë të fëmijëve. Kur i qojnë, ka dikush që kujdeset për ta. Por, shpesh herë në për disa qerrë i kanë në disa vende, ma të veçanta, ku shkojnë lujnë fëmija. A kështë? Shkojnë lujnë. E ati që ka tha Ibn Mas'udi, Abdullah ibn Mas'udi shok i pejgamberit prej matë ditëve të sahabëve. Ati që ka tha për ta? Në një thonje të tij që e ka sjell Ibn Abi Hatimi, me senedin e tij, me zinxhirin e tij, tha se, thot Ibn Mas'udi, arwahu wildanil mu'minina fi ajwafi asafir, tasrahu fil jannati haythu sha'at. Tha Allahu i jep edhe një nder tjetër fëmijëve të muslimanëve, edhe një nder të madh tjetër. Po që Ibrahimi po kujdes ka, po që po edukoi ka Ibrahimi edhe Sara, po gjitha të mira, drejnë xhenet shpirti i tyre pa diskutu këtë. Por edhe një tjetër. Allahu ja mundson, tha Ibn Mas'udi, ja mundson atyre zëgjve, atyre shpirtave të fëmijëve të muslimanëve, me hi në trupat e zëgjve. Në trupat e disa zëgjve, në fjalë të tjera zëgj, përmend zëgj të gjelbërt. Me hi në trupat e tyre, dhe edhe i anën ka të dojnë xhenet, në selam. Në trupat e zëgjve të mirë të zëj në xhennet, edhe shpirti i fëmisë muslimanit, hin trupin e çatij zogit, edhe shkon shetitet, tha Ibn Mas'udi në xhennet ka të dënë. Dhe mu shetit, hin tonë në shpirtin e tij, në trupin e tij hin, edhe anët, sikur sot për shembull, njëri nëse kishte me pas një mjet fluturues në ditët e sotme. Edhe me hyp në atë mjetin fluturues, do me shku këtu deri në Afrikë, mushetit me po deri në Afrikë, do me shku deri në Amerikë që do gatë të shkoj, deri në vendin tjetër. Çashtu e kanë mundësinë që hanez Allahu ju jep nder fëmijëve të muslimanëve, që sa mirë është me kon musliman, edhe me kon fëmijë muslimanit. Tha Ibn Mas'udi, po tjetër tha, fatwa ila qanadil mu'allaqa fil 'arsh. Anët shetitën ka dënë. Edhe pastaj në fund kretët, dojnë mu strehu, dojnë pak me pushu, dojnë mu relaksu, a di ku tha? Shkojnë e relaksuhen në disa kandila, në disa fenera, që janë të vjerora në nëfrunin e Allahut në xhennet. Në nëfrunin e Allahut në alt atje, në alt xheneti, se shkon xheneti në nëfrunin në shkolla më e lartë të xhenetit, se xhenetit janë shkollë. Vetëm se ma e lartë është fruni, mbi krejt xhenetin është fruni Allahut. E aty janë të vjerura disa kandila, disa fenera. A është të kuptush me që e fjallë? Kandil, fener? Këta të më që mbili kandil e dinë dhe ma mirë. Aty, kur dojnë me pushu, tha Ibn Mas'udi, këta shpirtat e besimtarë shkojnë pushojnë që atje. Dojnë me relaksu, shkojnë që atje. A më mundësin e pas kënë më shetit, ka dojnë xhennet. A për që sot mira henez, po ipen,
Ndërsa nga qitu hadithe, fjallën Mesud, hadithet e mëhershme që kena përmend, kuptojmë se shpirtrat e fëmijëve të muslimanëve janë të vegjël. Deri kur? Por deri në kiamet janë të vegjël, nuk diskutohet. Deri në kiamet janë të vegjël. Por tash ndodhi dita gjykimit. Edhe çfarë puna kanë ata tash? Që tash shpërblimi tjetër, vërtet kur ti lexon krejt që të tekste fetare. Ka njëherë, ju që na dujna me në ndodhë, kjo se është me të vdek një fëmijë është e madhe. Por vetëm se, kur ti din që tu ka i hetë shkëmenja, vëllëm, s'm ka vdek edhe më nga një, pas na pos që më vdek. A di shka i ndodhë? Ibrahimi me Sarën, alayhi salam, i thojnë hajnë, tash të ju shkë ndodhi kiameti, morin gjallë, këta shkojnë hinë në trupat e, që në kohë që ashtu që shkën vdek. E çka ndodhë? Hajde me shku me ju gjinë prindërve apet, babës dhe nonës, se kjo kënë dënjo, me durim dënjo, apo? Me durim dënjo, shpërblimi që shke, me durimin e nonës, shpërblimi që farke, po tash në akiret e nezë, thmijat muslimanëve, po i sjell kanë dobi muslimanëve. Qëfar? Të regon Ebi Hassan, njoni prej generatës e dytë, të beni thuj. Thët, i kishim pas vdek 2 fëmijë. Edhe i shkan mërzit. Alim selam bacë. Edhe i shkan mërzit. Por tash kjo që ish mërzit, e diken ishte gjallë Abu Hurajra, shok i pejgamberit. E Abu Hurajra ka dit, hadite. Pa ta moj disa neja këtu për Abu Hurajra. Që kanë gu. Ka dit shumë. Edhe i tha, o Abu Hurajra, o shok i pejgamberit, a ka be mundësi se mu më kënë vdek, tha, 2 fëmijë. A ka mundësi pak në i hadith, a din në i hadith, që të na në pak kurajon, malin të na hjek pak, që të kemi pak, a din se jemi të mërzitur shumë, kënë dek 2. Ta mës din në hadith pe i pejgamberit e sëmë, ta pu, e Buharira. A këtë hadith që po e thamë tani, e ka sjellë Imam Muslimi. I saktë, autentik. Edhe, tha po, kam diçka, tha çka? Tha ka thonë pejgamberi a.s. Sigaruhum da'amisul gjenne. Të vëgjlit e muslimanëve kur të vdesin, çka janë në moshën madhore. Të vëgjlit e muslimanëve kur të vdesin, tha shetiten, da'amis i bjen, çka thonë Ibn Athiri dhe të tjerë, i bjen që ata shetisin gjennet këtë dujnë. Po qka është interesant, që kje fjalla dhe amis, a di që i bjen, janë të vegjel, edhe shetitin këtë dujnë, edhe si për nga kërkush. Edhe në qëftë himë një shpi, po pse bashkështu ka përmen pejgamberi me këtë term, thmi të vegjel, për shkak se edhe thmi të ndënjo, keni vrejt, edhe thmi ndënjo, si për nga kush. Morë që edhe namaz me dollë për para thmija, nuk ka të loshe. Mo del namaz nuk ka të loshe. Mo të hypë në shpinë namaz s'ka të loshe. O marën është një thmi një shokit tanë, vjen të bashkëshortja jute, që bashkëshortja jute nështë asë është të mbulu me që shdojt, më mbulu para të mëdhajve, s'ka të loshe, se në thmi. Para krejt që tyne, si ndonjo, që ashtu ja boni mundësin Allahu në gjennet. Që ata tha, për këtë regon e Buhurajra tash, çka ka thonë pejgamberi selam? Fëmijët e muslimanëve hinë në xhenet shetitën ka dojnë. Marë hinë shpinë në njënë që shtëpia jote që pret në vakia, a shtëpia jema, jotja, ati nuk se penga kërkush. Edhe gzaj atë tabiinin tha, yatalaqa ahaduhum abahu au qala abawayhi. Mi po tha jo veçkaç. E kur të ndodh tha kiameti, po thot pejgamberi, po i tregon e Buhurajra. E kur të ndodh kiameti, dalin mahsher fëmija. Ndi gjykimin. Dalin fëmija, tha edhe shkojnë i kapin për dore prindin njërën ose 2 prindrit e ti. Se s'far knatësie, di gjykimet të merë, pa shazëtin e të merë i madhë atë. Edhe vjen thminja, ku ti ka vdek, edhe ka për dore. Edhe i thët, o zëtë, është baba jem, është nona ime. Edhe Allahu për shkak të insistimit madhë,
që ban fëmija tasht që sot mirat, të mirat që durove për ton kur ta mori Zotin dënjo, e u lute për ton shtëpia në xhenet. Por plus kësojna, del dy gjykimit, tha Abu Huraira, thot pejgamberi, kjo hadithi pejgamberit, e ka për dore. Belen, thot Abu Huraira, tha e ka për dore, ose e ka për mongën e teshës së tij. Edhe bash ja tregoj ke Abu Huraira, që edhe në juve tash pja tregoj që ka treguaj, tha peshehni pja tregan e Abu Huraira. Tha peshehni që të mongën time qështu. Që tha janë gjetë. Janë gjetë për mongë fëmija babës të vetë dhe nonës të vetë. O Zot, falmi, o Zot, qëmi me mund gjennet. Tha pejgamberi, fala yatanaha hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-janna. Snodet ai fëmija të ulut për ta, derisa Allahu me rahmetin e tij Jakob dy prindrit e tij edhe fëmin edhe i qenë xhenet. A pëse çfarë kënaqësie? Fëmia të bëhet. Prandaj kujt i kanë vdekur fëmijë, kujt i kanë vdekur fëmijë të vegjël, mos tranohet. Por le të bëj adorim. Bile le ta falenderojnë Allahun. Dhe le të shpreson që ai fëmijë sot do i vogël, mora edhe nëse ka qenë në barku në nonës, po që ka hin shpirti. Që ka hin shpirti në barku në nonës. Edhe atëherë, vetëm se ja kam pas tregu, sigurohuni nëse ndonjënit i ka vdek në fëmijë, sigurohuni t'ia thënë një akika edhe nëse ka vdek. Një akika për djalin është mirë, 2 për çikën një. Se dikush ka thonë, për të hershme, për të parëve, që me bomës mja thejë që të akikat, tani ata së ndërmjetësojnë. Let një akika të ke fundi se ban për djalin, nëse si ki 2 ban 1. Për çikën shkon veç 1, ja thërni. Edhe siguroheni nga çikja. Po shikoni çfarë shpërblimi? Shpërblimi madh që sa shpërblimet i sillin në dunjë, plus kodem ditën e gjykimit, i ka për mongë prindrit e vet edhe i qenë xhenet. Tashti, shtohet pyetja. Po tash po hin xhenet. Çfarë moshe a thu këta fëmijë ka me kon xhenet? Njënit i ka vdek fëmija nën moshën madhore, pezon 12 vjeç. Njënit 10 vjeç, njënit 5-6 vjeç, njënit 2-3 muaj. A thu, çfarë moshe pasken me qenë tashti ata në xhenet? Dietarët që tu dhanë me thonë dhejtë më shumë se një fjallë. 2 fjallë dhanë. Fjalla e parë në qitë pikë është se ata tashti kur t'hinë xhenet, Zoti i rrit, i ban të mëdhaj. Ti e di që ka qenë djali jëtë, qika jote, fëmija jëtë. Por Allahu Azza wa Jall i rrit, i ban të mëdhaj sa në moshën 33 vjeqare i ban. Edhe ti qenë gjenë, ama e din që janë tëtë. Edhe që këtë mendim, fart e ka përkrah edhe Ibn al-Qayyimi, kush njeh punën e dietarëve, këta emra. E ka përkrah Ibn al-Qayyimi në ankas një libër që flet për shpirtin. Ankas. Edhe në ta ka përkrah fort të mendim. Po ka edhe tjerë, që kanë hes me këtë mendim. Bele Ibn al-Qayyimi thotë se ato fëmija krejt kanë me konë, për shkak të haditheve, tash do t'i përmendi. Krejt kanë me konë moshën 33 vjeqare, edhe fëmijët, ai e di që është fëmijë, po s'ka të morit me bon 100 vjet, 50 vjet, 70 vjet, ka me met 33 vjeqare. Edhe fëmija rritet edhe bëhet i madh. Po çysh për mbështetmi? Mas pari për mbështetmin ato që e sjellli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith. Hadithi është edhe në Buhari dhe në Muslim. Dhe hadithi ky vjen prej Abu Hurairës. Tha se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam se Allahu Azza wa Jall khalaqa Adama ala suratihi. Allahu e krijoi Ademin në pomjen në fotografinë e tij. Më interesant që kjo pjesë e hadithit, është ata që janë thellum pak në lëndën e besimit, kjo i duhet. Për ndryshe ju maneve çikaq. Ju jeni të ri këtu. Ju të ri në të ndaj, kështu po në çështjet e besimit mund të kanë fakma. Ndërsa tha në pomjen e tij, e pastaj tha tuluhu 60 dhira'a. Edhe kur e krijoi Allahu Ademin, tha ishte i gjatë Ademi 60 kut. Kur e krijoi, tha Adem,
A peshe një grup me lauqeve që atje që janë të butu i najt? Tha, po pishe. Tha, shko përshëndeti që ata melek. Edhe qysh ta kthejnë që ata melek ka me qenë përshëndetje e njërzimit krejt që ka dhinë pas teje. Edhe Allah, unë e sa Ademi a.s. Kur të shku rrugës, Allahu ja inspiraj në mendjen e vetë që me shku mi dhonë, Assalamu alaikum. Edhe kur shkaj taj grupi me lekve, po i thëtë, Assalamu alaikum. Ata i akthyn, Assalamu alaikum wa rahmetullah. Me një verset tjetër, Alaikumussalam wa rahmetullah. Dhe me e mirë është, e që në shtëfsh, me selam aleikum, tamam është, po një shtëfsh wa rahmetullah, kjellë një dhe sevope ma shumë. Bili, kanë thonë në zbërtimin e këti hadith interesant, jehudët, mësë shumë të qka i urejnë, qka ja gjelozujnë muslimanve, është selamin ka dhonjë. Për ta selam jep ka të shkesh, ka të desh, mësë tanina, ta këtejnë, as ta këtejnë. Për hap në selamin që këm përmen nartë. Për hap në selamin. E mirë, e shka pastaj, ja këtej selamin, për shka pastaj, vazhdan, pejgamberi tha, fë kullu men yedkhulul janna ala surati Adem. E ta shdo njoni prej juve, kush ka me hinë gjennet, ka me konë pomje në Ademit. E Ademi a.s. ka qenë njeriu më i bukuri. Më në men, nëse dikush ju pyet, kush është më i bukuri, është Ademi a.s. E pa ta pyet njerë, një djallë hoqe, prezintën e hoqës, Allah i rujtja, mashallah, si drita janë, po vesh i pa ta pyet, thash, në bukurinë e kujt hyna në gjennet nëse hym, a i djallë i hoqës më përgjith tha, hyna në bukurinë e Jusufit. Po djallë, kësha mësë goja tani e bona qështë, aj edhe hoqja tani e se niti përgjigjen e djallit, edhe dhe hoqja, tha shka pyte, tha shë pyte ta qështë, ja marë tha më bukurinë e Jusufit, kështë të, na, e tha, bukurinë e Jusufit. Po ato si ka mundu këtë si ka zëvahet se me palidhje, vetëm se këti djalli thash mas shkaj hoqja thash jo të Jusufit, po të Ademit, se njeriu më i bukur është Ademi a.s. Jusufit jo është do një pjesë gjysma bukurisë, në hadith qështor, mund të kuptu gjysma bukurisë të Ademit, jo më shumë. Por në këtë hadith, po thot pejgamberi sa, kush hin xhennet ka me konë në bukurinë pomjen e Ademit a.s. Qka tjetër, votulluhu si tune dhiraa, edhe i gjatë ka me qenë qysh ka qenë Ademi, 60 këtë. Qka tjetër, tha, falem jezil el khalku yanqusu ba'dahu hatta al-an, pra keni me qenë të mëdhaj, 60 këtë, edhe të bukur si Ademi, edhe tha pejgamberin këtë hadith, dhe vazhdun krijesat duke ju zvoglu gjatësia e tyre, deri që tash, qysh jemi na. Edhe disa zbërthyes të hadithet e djetarë, kanë thonë që nga që ky hadith këptohet se, deri të umeti Muhammedëm kanë shku të zvoglu, të umeti Muhammedëm mu nuk zvogluhen. Pra prej që ti hadithi, u kuptu se, edhe këta halem të mendimi parë, se ku po mbetin, se më zdorë me pitë, në vishë që këthejnë temë me ditë se ku jemi. Jemi në temën se fëmijat muslimanëve po bajnë kanë të mëdhaj. Po bajnë kanë të mëdhaj so për endrit e tyre. Dhe ky hadithi ke, se kush hin xhennet ka me qenë 60 kot, ka me qenë bukurinë e Ademit. Po tjetër, këto që henez, e forcon edhe hadithi që sjell Imam Tirmidhiu tha, yadkhulu ahlul janna jurdan murdan muqahhalina abna 30 au 33 sana. Që shka tha se interesant? Këtë hadithin që e forcon. Na e morën vesh që tash fëmijë ato pi përgjithëson hadithi. Të mëdhaj e të vogël. Krejt po hikan në atë kuptimin, po hikan të mëdhaj dhe të bukur si Ademi. Po me vjet që hadithi që e përmend që sjell Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani ka thonë është hasan, se tha pejgamberi, krejt kush hin xhennet kanë me qenë moshën 30 ose 33 vjeçare. Edhe kanë me qenë pa kime në trup. Ska më mullohet të heki do kime, të nuk i do kime. Edhe tha shka tjetër, edhe pa mjekra. Mjekra të i mojti kush i mojti në dënjo, zëtë ish përbleft. A për në ahiret, tha mjekra s'ka, këto në tha vetë pejgamberi a.s. Në gjennet, mjekra jo. Mos më bo më të loshte ta ndrejqi, ta krehi, ta drejtoj. E ki qitë rak pa mjekër, edhe kime në për trup që më bo të loshe, më le ta hekit, a vëtë që janë këtu, nuk janë të këtu ish. Po që kjo hadith, një hadith tjetër që e si dhe më Mahmedi. Para Ahmed Shakiri ka thonë është i vërtet, orë se e ka përmen rafsh 33 vjetë.
Por nga qitu hadithe kur përmbledhen, po i bjen shekh që kërejt qenë në bukurinë e Ademit, mallësinë e tij, edhe pa kime në trup, edhe pa mjekra, edhe 33 vjeçar. Këkën kur të mbledhen qitu hadithe, edhe nga qikje e kënë kuptu se fëmija qenë kanë 30, edhe fëmijët po bajnë kanë të mëdhaj 33 vjeçar, por a është e saktë që kjo fjala ju? Dhe cila është tjetra? A tjetra është më e saktë? A që kjo? Se fëmijët apo mbaj kanë 33, apo po mbet kanë fëmijë që janë qashtë, e më bon si shërptur, të babës, e të nonës, e tjere, mbetet për hejen tjetër se s'mujtë me kry. Allah i rujtë, Allah i ndërëvtë, lusmi Allah të në fort në mshërën, lusmi Allahun azza wa jalla xhenet, me pejgamberet të në takonu, alhamdulillahi rabbil alamin.